Kol për 30 vitësh ti banor. Unë jam banori i kësaj zonit edhe këtu këm shtëpijet, fëmijët, vllazëve të motrës e kret. Kemi këtë kanal këtu, ky kanal është bën i punë e mirë, që është bën me beton në dyon. Po ka ardhur keqja si ne kem kujtu se u bën mirë, po u bën më keq se është blloku këtej. Se ky kanal në kohë zogut ka ardhur me rrjedhje të lirë. Tani e kanë pru me rrjedhje, doin me kthy me pompa, modernizim ka hin pompa, edhe kash di me thënë sa për qëtë kanal. Që kjo përmytje se bë kësaj radhët nuk është bë prej reshive, po bë prej që di kanali. Se ka ardhë gjithë ujtë i Kodrës, ata budallajt prej 100 vitesh, e kanë pas nërtu me ra me rrjedhjet lirë. Këta të syutit e sotit e kanë bën me ardhë me pompa. E tash gjithë ky ujtë i Kodrës ka ranë fushë dhe është bë përmytja në fushë. A është hera parë që ky kanal sjell problemin e përmbytjes? Ky kanal hera parë është si vjetë që bjen probleme. Se herë tjera ka zbarku në det, si vjetë ka zbarku në hidrovar. Ka zbarku të i riu atë i vjetër, nuk jam i që di problemi, po e di që ju është bënë alesa për para, këthy e ka hinë në fushë. Ky e ka mytë fushë. Po unë di se ky ka ra me rrjedhjet lirë. Tani që ka ardhur me pompa, problemi është i pompave, nuk është problemi i kohës. Se kohën e dim gjithë që do ketë shije, do ketë kohë shumë. Tjetra, lagja këtu, shtëpia që janë përmyt këtu, që i ka përmyt rruga, me dashje apo dashje nuk jam i asaj fushët, janë dy puseta, një me një këtu, që hedhin 2000 m3 fjallën në kohë. Rekord edhe ato të dyja i kanë myll për një, thonë se të vjen një fond i ri për më hap një puset. Një puset kushton 300.000 lekë, është të vjetra. A kanë ardhur paktën këta zyrtarët ose përfaqësues nga bashkia për të pyetur për këtë problemin që po thua? Zyrtarët e bashkisë nuk kanë pas nevojë me ardhë, se ata kanë dhënë fondin dikujt edhe e kanë ndërtu dikush në emër të bashkisë. Ata janë të mirë informuar që është blloku rruga për ra ujti me rrjedhje të lirë ndet. Në dy krahët e rrugës është një puset këtu, 1 metër me 1 metër katror, se t'ja vapim edhe me shifra. Ky është një, edhe i tjetër është këtu, në dy krahët rrugës. Okej, janë si puseta. Po janë të myllmet me dashje, arsyeja se ata që i kanë myll se nuk kanë pas aftësi me i ndërtu deri në kryt, edhe i kanë mbulu. Si këtë si ata, edhe për arsye të 600.000 lekëve të vjetra. Po u lutemi për 600.000 lekë të vjetra të vinë na i hapin. Kaç. Pra vetëm dy puseta janë rrugë shkakton një përmbytje. Po një përmbytje të shkollës edhe të pallateve. Se i kanë myll këto. Këto duhet të hap emergjencë. Na e shpjegoj pak edhe Kola më përpara një banorë i zonës sa i përket kanalit atje dhe 2 pusetave që duhet të ndërtoheshin. Pra ato për 2 puseta është përmbytur gjithë kjo zona. Pusetat janë një mënyrë se si banorët dhe bashkia kanë përpjekur që të improvizojnë disa zgjidhje. Banorët dhe bashkia kanë në kujtesë dim fare mirë që në këmbët e tyre ndodhet një kanal që ato e kanë mbyllur dhe që dëshirojnë që të hapet sepse vetë fluksi i ujit është tejet i lartë. Pra pusetat nuk janë një zgjidhje, pusetat e reduktojnë kapacitetin e mbledhjes së ujit dhe njëkohësisht duhet që me dojë mos të hapet kanali i rrjedhës normale dhe pusetat janë pjesë e integruar e lagjeve. Pra nuk mund të menaxhohen kanalet me puseta dhe lagjet të lehen pa puseta. Duhet që pusetat të jenë të lagje dhe kanali të jetë i dedikuar më vete. A ka një reagim nga bashkia sa i përket këtij skandalit të madh pra që ndodhi? Bashkia për momentin detashti është hequr si një viktim e çfarëdo lloj gjëje që ka ndodhur nga sipër, ne vetëm sa kemi zbatuar urdhrat, duhet kujtojmë që bashkia ka detyrë duke filluar nga ligjet e reformës administrative territoriale nga viti 2014, bashkia duhet përgjigjet në mënyrë imediate, jo vetëm me kapacitetet e veta, por njëkohësisht edhe me burime dhe me fonde. Duhet ta kishte parashikuar të gjithë këtë lloj sistemi kullimit të ujrave dhe njëkohësisht duhet ta kishte adresuar me kanale të reja, sepse po flasim për kanalizime të 100 viteve më parë. Pra, bashkia jo vetëm që nuk i ka mirëmbajtur, jo vetëm që nuk ka hapur kanale të reja, por mbi të gjitha edhe ato që janë ekzistuese i kanë mbivendosur me njëri tjetrin, duke tenderuar miliona euro për zgjidhje që nuk janë as pak profesionale. Në Durrës nuk është se u përmbyt vetëm zona e Porto Romanos, pra ne pam një Durrës totalisht të gjunjëzuar nga uji. Dhe si kur më parë, çfarë ka ndodhur me qytetin e Durrësit? Qyteti i Durrësit është një qytet i çullor. Çka do thotë që vazhdimisht ka pasur kanale,
të cilat drenazhojnë ujin edhe nga pjesa e ujës dhe lanit për me dalë në atë që ne quajmë zona Agipit, stacioni i parë i plazhit. Pra, hidrovori i kanalit Porto Romane, se lidhur në Porto Romane, i zgjatua drejt derisa shkon në Shkozet në hyrje të Durrësit. Duhet kishte dalje njëkohësisht edhe në plazh. Pra në stacionin e Agipit dhe i gjithë ky peisazh i madh kodrinor i Durrësit duhet të ishte i rrethuar me një kanal kryesor dhe me nën kanalet e tjera të kategorive dyta dhe tretësore. Fakti që kanalet janë fragmentuar ndërmjet njëri tjetrit, pra nuk shihet më sistemi kullimi si një sistem tërësor i gjithi, por shihet si pjesë e fragmentuar, zona Shkozetit më vete, plazhi më vete, hyrja e Knetës më vete, spitalla më vete. Kjo është e gabuar. Pra duhet një vizion i gjerë, i madh për të gjithë bashkinë në mënyrë që të kullojë në mënyrë të kullueshme të gjithë ujërat dhe të shkarkojë sipas rrjedhave detare. Kujtojmë që rrjedhat detare ne nuk mund t'i disiplinojmë. Rrjedhat detare vijnë nga jugu kryesisht dhe shkojnë drejt veriut. I tillë duhet jetë edhe shkarkimi i ujërave që vijnë nga zona e ujës dhe lanit duke kaluar drejt Porto Romanes për të shkarkuar në hidrovorin kryesor. Por fatkeqësisht ka ndodhur ndërprerje të gjithë këtij kolektori kryesor ujëmbledhës dhe bashkia pretendon që ta zgjidhin në mënyrë të fragmentuar. Nuk është një vizion qeveribërës, nuk është një vizion as planifikues urban, dhe mbi të gjitha është një vizion i cunguar për të ngopur disa interesa të ndryshme brenda lagjeve dhe investimeve dhe njëkohësisht elektoratit të tyre, por pa dhënë një zgjidhje qytetit. Fokusohemi pak te hidrovori i ri i Durrësit. Gjitha investim, miliona euro taksa normalisht të qytetarëve të Durrësit, si justifikohet? Justifikimi është i thjeshtë. Justifikimi është i thjeshtë sepse këtu kemi një situatë konflikti të interesit. Në ligjet e planifikimit urban dhe urbanistikës të bësh një rrjedhë dalje të ujave të zeza dhe njëkohësisht kullimit të ujave të qytetit në një basen të portit ka konflikt të mbivendosjes së përdorimit të tokës. Pra është sikur, nuk di ta them, sikur të hapësh një pus nafte brenda varrezave. Normalisht këto quhen konflikte të interesit të përdorimit të tokës. E njëjta gjë edhe porti është zhvilluar në pikën e hidrovorit. Kjo pikë e hidrovorit dikushme ka qenë pika më e ulët e mbledhjes të gjithë ujërave dhe vëshimit të tyre drejt detit, duke dhënë një kapacitet të lartë për metër kub për sekond në vëshimin drejt detit. Po flasim mbi 100 metër kub, mbi 200 metër kub për sekond. Ndërsa hidrovori i cili është bërë për interesa për të shmangur konfliktin e portit, është bërë diku më tutje, afërsisht 200 metra më tutje, pa bërë sistemin e mirë të drenazhimit dhe kullimit të hidrovorit, dhe fatkeqësisht hidrovori i ri ndodhet në një lartësi që nuk lejon kullimin e vazhdueshëm të ujit. Pra Bashkia e Durrës jo vetëm që ka bërë gabime sistematike, por mbi të gjitha ato nuk i ka adresuar në territor. Gabimi i parë lidhet me mbylljen e kanalit pas meje, gabimi i dytë lidhet me këtë lloj degëzimi kaq të cunguar, i cili më pas do të kalojë nga rrjedha e mbyllur në rrjedhën tretësore për të hidrovori, dhe gabimi i tretë është ndërtimi i hidrovorit të ri, i cili nuk ka kapacitetin e derdhjes ashtu siç kishte pika fundore e hidrovorit vjetër. Po me hidrovorin e vjetër çfarë po ndodh aktualisht? Hidrovori i vjetër është në një kusht gati, mund ta quajmë shkatrimi total. Vetë tërmeti ka shkatruar një seri themelesh, është një hidrovor që fatkeqësisht mbledh ujërat e zeza, mbledh kullimet e qytetit Durrësit dhe nuk është mirëmbajtur. Është një hidrovor shumë i amortizuar, por kjo nuk do të thotë që relievi dhe pozicioni nuk ishte i duhur. Bashkia e Durrës tha që u dëmtua nga tërmeti dhe pisërisht ishte e tillë, por kjo nuk do të thotë që duhet ndërtohet një hidrovor në një pikë tjetër, sepse ndërtimi i një hidrovori kërkon studime të mëdha, studime të qytetit, studime të lartësive të ndryshme dhe grumbullimit të pikave të ujit. Pra, është një projekt që nuk mund bëhet brenda një dite, por duhen vëzhgime mbi 5-10 vjeçare për të kuptuar flukset e ujit dhe për të bërë adresimin e duhur. Ndërtimi i hidrovorit që është ndërtuar këtu në periudhën e Italisë ka dashur afërsisht 20 vite për të pozicionuar në vendin e duhur dhe për të kuptuar vërtet rrjedhat. Janë procese shumë gjata që kërkojnë maturim planifikimit territorit dhe njëkohësisht borde vërtet të specializuar të kullimit të ujërave.